Prandaj, nuk është qëllimi me i ndalu me hyrë në kryeqytet, është qëllimi me i drejtu me unal të pika kryesore që është stacioni autobusave. Kanë thonë që jemi mos guxoni me unal te xhamia Llapit ose me him Prishtinë hiç fare. Edhe është vendim i papranueshëm për gjithë qytetarët e Podujevës, është vendim i papranueshëm për neve. Neve na ka bërë sot një shumë e padrejt nga komuna e Prishtinës, direkt nga komuna e Prishtinës. I ndollë i kanë qitë inspektorët edhe me policën, më mëngjes na kanë thonë që jemi mos guxoni me unal te xhamia Llapit ose me him Prishtinë hiç fare, po sot e keni si një para lajmërim edhe do kompani kanë dënu me gjoba sado pak të vogla. Edhe nuk na ka informuar as komuna e Prishtinës, as ministria, në ministri kema ata nuk kanë kur çfarë informacioni pse u bë kjo neglizhencë. Arsyeja këtu ma shumë e madhe është pse na nuk pilojnë ato autobusa me hinë komunë Prishtinës tyne, që këta kanë interesa përfitime personale që po shihet, edhe na ja kena arrit atë punë me nalë se është kundërligjshme që Vendimi për mos me hyrë në qytet ku kemi çarkullu prej para luftës, edhe në kohë të luftës edhe mas luftës, që 50 vite stacioni autobusave për Podujevë është te xhamia Llapit. Edhe këtë stacion e kanë anulu me një vendim me një herë shumë komuna e Prishtinës pa paralajmërim, edhe pa marrë pëlqim nga Ministria e Infrastrukturës, pa marrë pëlqim nga Ministria e Administratës për Shtetit Lokale, cila duhet të konsultohet kur bëhen këto ndryshime, se nuk janë ndryshime të vogla, i prekun përmi 10 qytetarë të komunës Podujevës mbrana ditës, të cilët do të drejtim Prishtinës. Edhe është vendim i papranueshëm për gjithë qytetarët e Podujevës, është vendim i papranueshëm për neve. Vendimi është marrë për me rregullu hyrjen brenda në kryeqytet dhe me i drejtu ata drejt në stacionin autobusave, duke tentu gjithmonë me motive dhe qëllimin më të mirë për me liru rrugët e qytetit për qytetarët e Prishtinës dhe qarkullimin sa më të mirë të transportit urban, si dhe të makinave tjera, kryesisht të qytetarëve të Prishtinës. Me qëllimin e parë të lirimit të rrugës Ilir Kunoshevci, e cila është shumë afër komunës për xhamisë Llapit të këtej. Prandaj, nuk është qëllimi me i ndalu me hyrë në kryeqytet, është qëllimi me i drejtu me unal të pika kryesore që është stacioni autobusave dhe